Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahun azza wa jalla falenderojmë. Dhe padyshim Allahut I takon falënderimi. Atë falenderojmë për të gjitha begatit që na I ka dhënë përgjithësi, dhe falenderojmë për begatin Islamit në veçanti, që ka dashur Allahu me vullnetin e Tij neve të na zgjedhë dhe të na bën prej besimtarëve musliman, pjesëtar të ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, begati me të cilën Allahu subhanahu wa taala na ka nxjerrë prej rësirës në dritë, begati me të cilën Allah subhanahu wa taala na ka dalluar prej tjerëve, na ka ngrit në gradat e larta. Begatime të cilën shpresojmë një ditë ta kalojmë siratin. Begatime të cilën ne shpresojmë një ditë ta përjetojmë shefatin, ndërmjetësimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ditën e Kiametit. Begatime të cilën edhe shpresojmë ne të hyjmë në xhennet me mëshirën e Allahut te bareke ve teala. Begatime të cilën ne shpresojmë të përjetojmë mirësi dhe begati që Allah I ka përgatitur për shpërblimeve të besimtarëve në xhennetet e Tij. Sërish e falenderojmë Allahun te bareke ve teala, po ashtu I cili na ka bërë të mundur ta mbrim këtë muaj të bekuar, muaj të dalluar, muaj të cilin Allah subhanahu wa taala e bjen me shumë begati, shumë sevape, edhe shumë gjëra të cilët edhe disa prej tyre do t'i përmendim në këtë takimin tonë. Dërgojmë salavatet dhe përshëndetjet tona më të mira dhe të përzemërta pejgamberit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilin Allahu te bareke ve teala e dërgoi mëshirë për botrat. Dhe e bëri atë yrnekun më të mirë për neve, shembullin më të mirë, shembulltyrën për besimtarët musliman, I cili me plot ndërgjegje, me plot përkushtim, me plot besnikëri e përcjelli misionin e Tij te ummeti I vet. Ai në ditën e haxhit të lamtumirës tha: Allahumma hal ballagt, Allahumma fashhad. O Allah, unë kam përcjell këtë misionin tim, këtë shpallën që më ke shpallë. O Allah, Ti të kam dëshmitar. I cili na tregoi gjithçka që afron për në xhennet, dhe po ashtu na tregoi gjithçka që largon nga xhehenemi. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi këtë pejgamber, mbi familjen e pastër fisnike të këtij pejgamberi, mbi shokët besnik sahabët e këtij pejgamberi dhe mbi gjithë ata besimtarë që e pasojnë dhe vijojnë në rrugën e këtij pejgamberi. E falenderoj Allahun subhanahu wa taala po ashtu I cili na ka bërë të mundur që në ditët e këtij muaji të bekuar ne kështu të takohemi në vendet më të dashura të Allahut, ato janë xhamit. Në kësi takime Allah subhanahu wa taala këto takime I do shumë edhe nuk ndahen besimtarët prej këtyre takimeve përposa Allahu ja ka falë mëkatet, edhe na shpresojmë mos ndahemi prej këto përposa Allahu na ka falë mëkatet. Këtu shkurt, një takim shkurt inshallah, disa këshilla rreth këtij muaji, e lutem Allahu subhanahu wa taala që të kënaqur me neve. Na edhe pse nuk kemi të përsosmëria I takon Allahu subhanahu wa taala, mirë po ne duhet me tregue para Allahut se jemi nisur ka Allahu, ne jemi me Allahun. Tregojmë përkatësinë se ka jemi. Allah subhanahu wa taala në çdo ummet ka dërguar pejgamber. Wa ma min ummati illa khala fiha nadhir. Në thonë, çdo ummet, çdo pejgamber, çdo ummet ka qenë pejgamber. Edhe misioni I tyre ka qenë: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wa yajtanibu at-taghut." Çdo pejgamber Allahu e ka dërguar me një mision. Këtë kanë pas bashkëthirrjen. Kemi dërguar pejgamber çdo popull të thret atyre që të adhurojnë veç Allahun, të adhurohet veç Allahu I vetmi. Edhe të largohen çdo adhurimi tjetër përpas Allahut. Mirë po apo shihni në dunja,
edhe pse Allah ka thënë 124.000 pejgamber, nuk janë krejt musliman. Këto thirrje i kanë refuzuar pejgamberëve shumë popull. Edhe na i shohim rezultatet sot. Japan atje i kanë besu diellit, edhe kanë bërë flamurin të bardhë me një rreth të kuq, duke menduar se ai është Zot. Kinezët duke menduar se Buda është Zot, Indus duke menduar se Lopa është Zot, dikush tjetër zjarri është Zot, e dikush tjetër diçka derisa edhe krishterët thonë se Isa është Zot. Këtë besime të devijuara. Dashti Allah ka dashur që ne si musliman ta ruajmë këtë besim. Allah është Zot, edhe sot e ruajmë këtë besim edhe vdesim me këtë besim. Edhe inshallah ringjallim me këtë besim. Se në xhennet la yadkhulul jannata illa nafsun muslime. Pra pejgamberi alayhis salatu wasallam thotë xhennet nuk ka përpas se besimtari musliman. Askush mos mendoj ku me ditë sa me veprue, në xhennet s'ka për të hyrë. Pa besim, pa islam. Ka qenë kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njëri i quajtur Abdullah ibn Jad'an. Ka ardhur pejgamberi, ka ardhur për shpërndat islami, ai po vazhdon shirk, po vazhdon mos me besu. Këti ka pa gjanat, këti po hin islam, ai s'po do. Mirë ama ka qenë bamirës. Ka bon mirë për çdo ditë. Janë habit krejt me bamirësinë e tij. Sa sadaka ka shpërndat, janë habit krejt. Aisha e ka pas bile si thonë të na sebeb, akrabat largët. Edhe vdes një ditë e vesin pejgamberin ja Rasulullah. Na e dim se qafirat pa besimtarët në xhehenem. Po çka Abdullah ibn Jadani që ka bërë shumë mirë, thotë në zjarr është. Aisha çuditë, ja Rasulullah, gjithat mirësi e ka bën zjarr, ka thonë ja Aisha, lem yakul yawman qat rabbi ighfirli khati'ati yawm ad-din. O ja Aisha, një ditë s'ka thonë o Allah fal më mëkatin për ditën e Kiametit. Një ditë kishte një herë. Shikoni Allah sa i mëshirshëm. Edhe një herë për ta thuajë. Nuk e tha. Ka refuzuar. E përfundimi, ban sa dush mirë. Te Allah subhanahu wa taala nuk i besu krejt ato vepra, ca kodrat nuk peshojnë. Peshori Allah s'lëviz hiç, s'ja bes as në peshore. Besimtari, edhe një grimc me ditë Kiametit, një grimc vogël nuk shihet me sy, po në peshore kena me qit. Pse ka kimet vepra e besimtarit. Për çfarë besimtar? Ka vlerë vepra e besimtarit. Andaj vëllazër, në këtë muaj tash jemi në fillim, sot është dita e dytë. E lutem Allahun të na i pranon agjërimin, të na i pranon namazet. Ajo e para gjithash që ne duhet para përgatitemi e dalim deri në fund, e ta kemi këtë agjërim në peshorën e veprave të mira ditë Kiametit është sinqeriteti. Pa sinqeritet veç lodhemi, veç rim unt. Nëse nuk e kemi prezent sinqeritetin, kur gjallë, hiç asnjë ibadet nuk pranohet te Allah subhanahu wa taala. Prandaj dietarët hadithin që thot ditën e Kiametit kanë me ardhur njerëz edhe kodrat tuhame kanë mi pas veprat. Kodrat tuhame madhe, vepra në sa malet. Thot yaj'alu Allahu haba'an manthura. Allahu ka mi bë hi edhe pluhën ditë Kiametit. Parasive tati. Thot pse si kanë bërë me sinqeritet. Nuk i kanë bërë sinqerisht pastër për Allah. Allah është i pastër e do pastër, ibadetin e do pastër. A i këni pa kur për përrejni kurban, edhe pjakëshirni sit, veshin, brit. Pse se duhet me qenë komplet ajo për Allah. Pastër, tamam, kejt, qështu edhe ibadet e tjera. Edhe agjerimin duhet mas pari, para se gjithash me pregadit vetën shpirtërisht, para se të pregaditish fizikisht. Shpirtërisht, ajo sinceriteti. Allah subhanahu wa ta'ala thot wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyim. Edhe popujt që ishin më përpara nuk janë urdhëruar ndryshe përpas se ta adhurojnë Allahun sinqerisht. Mukhlisina lahu ad-din. Me fal namazin, me dhënë zakatin, edhe kështu është feja e vërtet, kështu është feja e drejtë. Kështu është. Spari, do të thonë, ta pastroj shpirtin, zemrën edhe ta kesh prezent sinqeritetin për Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në hadith qudsi, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përcjell fjalët e Allahut që janë Kur'an, po quhen hadithe qudsi.
Thot kullu ameli ibn Adem lehu illa siyam. Këtë veprat që ka i ban njeriu, këtë veprat janë për ta veç agjërimi. Allah subhanahu wa taala veç po na kallzon këtu se agjërimin e ka dalluar për ibadeteve tjera. Thot fahu wali wa najzibi. Ka shumë ibadete Allah subhanahu wa taala për agjërimin thot këtë formë. Këtë formë e thot veç për agjërimin. Thot Allah subhanahu wa taala po thot agjërimi është për mua dhe unë shpërblej për agjërim. Para mendoni sa besimtar, sa agjërime, unë shoh këtu mosha të ndryshme. Allah nëm sa agjërime. Veçmi një agjërim me shku të Allahu, a di sa vlerë ka. Veçmi një agjërim. Para mendon këtu sa agjërime dikush i ka bën. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një ditë me agjëru, Allah 70 vjet të largon pi xhenemit. Një ditë me agjëru. Nafile. E para mendoni tash ti agjëron agjërim që është farz, që është edhe më e dashur te Allah. Edhe agjëron një muaj. Neve na është bën, domethënë, normal se jemi besimtar. Veti tjerë çka thojnë, habitën me besimtarët kur agjërojnë. Arrini bashkë të dëni pa ushqim, pa ujë, tan ditën. Domethënë habitën te ti se e ban këtë agjërim. E paramendo Allahu si shikon ka agjërues. Allah është i plot mëshirshëm. E paramendoni i plot mëshirshëm kur shikon ka ndonjë rob i tij i cili agjeron, i cili përpara i ka gjërat që Allah ja ka bërë halal. Mos flasim për haram. Gjërat që ja ka bërë halal, ai jo e pret momentin kur ja ka caktuar Allahu me hang. Paramendo Allahu sa krenohet para melekëve me robërit e tij. O melek, shikoni këtë robërit. Tash unë e kam bërë farz, mos të hajnë gjatë ditës në këtë muaj, edhe shikoni si më respektojnë. Krenohet Allah me ka me neve para melekëve. Subhanallah. E pastaj thot innema yatruku ta'amahu wa sharabahu min ajli. Thot ki robim, po thot Allah subhanahu wa taala në hadith qudsi. Thot e lë ushqimin, e lë pijen për shkaktimin. Fa siyamuhu lahu. Wa ana ajzibi. Pra kjo agjërim është për Allah, se shikoni vëllezër. Agjërimi dallohet për ibadeteve tjera se nëse dikush agjëron, ka agjëru, me të vërtet ka agjëru. Pse? Se mundet më shefët dikush. Të hanë, del para popullit, kush mundet për neve me ditë se e ka prish agjërimi? Askush, përveç një, veç Allah subhanahu. Prandaj, ai që agjeron, ka agjëru. Andaj Allah subhanahu taala e ka dalluar këtë ibadet. Edhe thot kullu hasenatin bi ashri amthaliha. Çdo vepër të mirë thot e shpërblej me 10. Ila 700 dhaf. Deri për 10 është starti, deri në 700. E më tepër. Illa siyam fa huwa li wa nazib. Thot Allah subhanahu wa taala vepra të tjera me numër, prej 10 deri në 700. Përveç agjërimi ka një shpërblim tjetër. E çfarë shpërblimi tjetër që më befasun ditë kiametit? Kur të ringjallësh ti me agjerime, kur të ringjallësh ditë kiameti, atëherë që më befasu shka Allah ka përgatit, as menja s'ka shku. E paramendo për veprat e mira, Allah po thot, një vepër të mirë nëse e ban, starti me 10 herë, ma shumë, sikur e ki po 10 herë atë vepër, deri në 700. A kini pa dikush në dynja, punon të dikush, edhe në fund të mujt me të dhanë dhe throga. A ka ndodhë njerë? Mos të marrë këtë 7. Ki punu një mujt, punojsh edhe qethët dhe throga. As njënë se ban. Edhe ma i pasri këtu në dynja se ban. Nuk e ban. Ama Allah subhanahu wa taala është bujar. Robin e vetë të umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, këtë umetet tjera se kanë pas, veç umeti i Muhamedit alaihi salatu wasallam. E ban një vepër, starti me 10. Me 10 i kitë sigurta, deri 700 ti nuk e di sa. Ban vakidën e ke dhënë një sadakat vogël, kur dalish ditë kiamit, ja rap, thot unë s'kam dhënë çikaç. Thot po ti ke dhënë çikaç, po shpërblimi është unë kaç. Shumë besimtarë kanë befasun ditë kiamit. Po ashtu Allah subhanahu wa taala e thot edhe një informat tjetër në hadith qudsi se agjerusi thot lisaimi farhatan. Shikoni vëllezër, lisaimi farhatan. Agjerusi kur agjeron i ka 2 gëzime.
Një e ka në dunja, një në ahiret. Në dunja e ka iftarin. Kur bën iftar, gëzim është. Me të vërtetë është gëzim. Iftar njeriu kur bën është shumë gëzim. E tregoj një rast, ka qenë njëri në Kosovë, serb, e ka bën një vrasje te veni vet. Ku me hi ka shku te fshati i shqiptarëve. Çati thotë së mxejnë. Si shkon menja krukush me mblip çati. Edhe ka shku aty, ka nejt me vite. Mirë po sërë që ka Ramazani është dashur me agjeru bashkë me muslimat. S'ka buk, s'ka kërgjon, po agjeron bashkë me muslimat. U bon 1 vit, 2, 3, 4 vite asa, edhe po del lajmi se o shukat kjo punë, s'ka ma, dhe me thonë mundët më këthite të vendi vetë. Edhe pe përcjellin katuni, këtë janë, ka nejt bashkë me ta. Pe përcjellin edhe njani tha, hej, naluve pak, ti se ki pranu islamit, thot, ja, unë jam ala në qatë fenë tim. Mira, ma kja gjiru me neve, thot, po, ku ma gjiru. A mjep dhe të mu, që atë banë mi prenos mu, edhi, që të shprejt. Thot, meri, thot, ata gjirimet, ato shka ku ma gjiru, meri. A më një gjatë, thot, sëntaj, shka qatë gzimin kër hajsh me iftar. Qatë sëntaj. Shiko, aju ka gzu, para me thonë ka gzu iftar kër kanë bo. Atmosfere mirë. Mirë, po e dyta është më e madhe. Cila? Kur të takosh Allah. Ke qenë për agjeruzve dhe takon Allah. Para me ndonë. E këtë takim është më madhështor, më i madh. Më gëzim më i madh. Ti ke qenë një krijes që ke nevojë për ushqim, po urdhja e Allahut ti je ndal, ke abstenu për ushqimeve, pijeve, del para Allahut, para mendo çfarë takimi është. Agjerusi me Allahun subhanahu wa taala. Andaj ka thënë pejgamberi, ka thënë Allah subhanahu wa taala në hadith qudsi, thotë wa la khalufu fihi atyabu inda Allahi min rihil misk. Pra agjerusi, na kur agjerojmë shkaktohet një erë, po për neve jo e këndshme. Megjithatë Allah subhanahu wa taala thotë që kjo erë te Allah është më e mirë se misku. Misku është mbreti i parfumeve. Te Allahu që ajo era shkaktohet te goja e agjerusit, te Allah është më e mirë se parfumi më i mirë në dunja. Subhanallah. Andaj o vëllezër, ti pastrojmë zemrat tona, edhe tash kemi gjasat më të mira. Në këtë muaj 19 muaj janë krejt. Gjasat më të mira për të përmirësuar, për të bërë gjana janë në këtë muaj. Nëse janë këtë muaj atëherë kur? Prandaj Allah subhanahu wa taala thot në Kur'an, "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim." Ta dini se dita e Kiametit nuk ka mi bë dobi kurrë na hiç as pasardhësit bitë e tij, as pasuria, kur gjë nuk të bën dobi përpas ai që vjen te Allahu me zemër të pastër. E tash është shansat i kemi, ti pastrojmë zemrat, e ta fitojmë qatë shpëtim ditën e Kiametit. Prandaj është misafir Ramazani vjen te ne me plot bagazh të madh të sevapeve. Edhe na tash duhet na jemi çdo herë të jemi kujdesshëm me ibadetet, me sen. Mirë po, në Ramazan edhe më tepër. Në Ramazan duhet, më thonë, më tepër prezenca e jon të jetë në namaz, në xhami, agjerojmë ditën, taravit të falmi bashk, se namazin natës e ka vendin në shtëpi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam namazin e natës e ka fal në shtëpi, thot Aisha radhiyallahu anha, se ka pas odën e vogël. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u çoj ke natën u falke. Kur do ke me bosejde me mirë ke këmbët, mi largoj ke bëj ke sejdë. Para sa vend ka pas. Xhamin e ka pas xhan e gat. Ka mujt me dal xhamin, por rall ka dal namazin e natës e ka fal çatit. Te dhomave. Në Ramazan sahabët e kanë vërejtë se në Ramazan pejgamberi po del 1 natë, 2 natë, 3 natë ka dal në rem në xhami. S'ka ndodhur kjo Tiranet. Në Ramazan pejgamberi namazin e natës e transferoi prej dhomës vet në xhami. Edhe ka mbet tash që, do të thonë besimtarët të falin teravit bashk me imam, për të cilin ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do të thonë kush ri me imamin deri në fund i falin këtë gjunat, deri në fund ri me imam. Edhe të kemi kujdes edhe na file tjera që i falin para dhe pas farzeve. Pastaj vëllezër një ajet na jep neve një mesazh se me çka duhet të angazhohemi më tepër në këtë muaj. Ai është Kur'ani, leximi i Kur'anit. Pse se Allah subhanahu wa taala po na thot neve shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Në muajin e Ramazanit ka zbritur Kur'ani. Veç kjo tregon mesazh, të jep mesazh se sa dush të jesh i lidhur ti me Kur'anin.
Na po ndëgjojmë tash na për botë, pe marrin disa ka Suedia, ka vende skandinave, pe djegin Kur'anin. Po çohen besimtar, ka këtë xheloz për fenë e tyre, për Kur'anin, mu djeg libri i Allahut. Veç unë po tham, ato që e djegin Kur'anin, unë ja kisha thue, çe edhe një, po do me djeg, çe djeg edhe një, hajt. Çka u bën? Kjo nuk është kur gjons ka shkaktuar, kur gjons ban o vëllazër. E ka djeg në Kur'an, po japni edhe një, ne ta djegë. Kur gjons, djegja më e keqe është kur na e kemi braktis. Na kur ta braktismi Kur'an, çe djegja? Çe djegja na e kemi më të keqe. Na shkon jeta të mësojmë Kur'an. Na shkoj jeta, më thonë s'kemi mësuar Kur'an me lexu. Sa lexojmë Kur'anin gjatë jetës tonë. Ç'kjo është djegja më e keqe? Mos me punu sipas Kur'anit është djegja më e keqe. Andaj ti mbledh me mend se ajo kur gjë ato çka i djegin, kur gjë se i bojnë Kur'anit. Kur ta nxjerrin prej zemrës tonë çatëherë është më keq. Prandaj edhe në këtë muaj ta kemi si model, po të edukohemi edhe që të vazhdojmë jetën na të lidhemi ngushtë me librin e Allahut, me Kur'an. Këtë libër autor jam unë. Sër që ja shoh dikujt aty të lexuë ose më tregoi thotë. O xhama ke dhënë një libër për lexoj. Po vjen mirë mua ajo. Po vjen mirë kur po dëgjoj se për lexoj librin tim. Mirë po, para mendo Allah subhanahu wa taala sa gëzohet kur të lexoni fjalët e tij, librin e tij Kur'an. Kur ti shoh besimtar se me të vërtetë e përfillin fjalën e Allahut te bareke ve taala. Thesar më i madh se sevapeve është Kur'ani. Një harf nëse lexon ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 10 sevape. Sa harf e ka ti? Para mendon nëse Ramazan bën hatme. Herë 10. Para mendon ti që është del ditë kiameti, sevapet nuk ja di fundin sevapeve. Edhe këtë është dëshmuar me një hadith që e transmeton Buhariu nga Ibn Abbasi radhiyallahu anhu, se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë shumë bujar. Është dukte ai bujaria. Mirë po, më bujar ka qenë thot për ka ardhur muaj Ramazanit. Si ka hyrë muaj Ramazanit, sahabët e kanë dalluar pejgamberin se po ndron diçka pejgamberi. Nuk është si ditë të tjera. Allah ka dalluar këtë muaj, edhe ti po desh ka me dalluar këtë muaj. Çe pejgamberi si modeli më i mirë janë, sahabët e kanë vërejtë se ky po angazhohet më tepër në Ramazan. Thot wajhadu ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Subhanallah, Jibrili pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka ardhur ka takuar në Ramazan. Mirë, po çka është dallimi prej ditëve tjera? Ka ardhur edhe jashtë Ramazanit. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli laylatin. Tash Ramazan po ndodh diçka që s'ka ndodh në muaj tjerë. S'ka ndodh asnjëherë 11 muaj me ardh Jibrili për natë pejgamber. S'ka ndodh. Ama Ramazan e ka taku pejgamberin çdo natë. Mirë, për çka e ka taku? Nuk ka ardhur çashtu, hajde të bisedojmë ja Rasul. Ja. Thot feyudarisuhu al-Quran. Qëllimi ka qenë Kur'an me vë përsëritje, me mësu, me studiu, me që qëllimi. Shiko apet, domethënë, po na jep një farë mesazhin neve se sa njeriu duhet me qenë i angazhuar me Kur'an në Ramazan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi min ar-rih al-mursala. Tash ky pejgamber, para më pejgamberi i Allahut, më i dallumi për pejgamberve, s'ka krijesë para këtij dhe mas ti s'ka marrë si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ky njeri kaq shembullor në Ramazan po ndikohet për Ramazanit, po ndikohet për shoqërisë Xhibrilit. Po ndikohet si po vjen Xhibrili, po takon më shpesh pejgamberi po bëhet më i mirë. Siç po thotë Ibn Abbas, pejgamberi thotë është bën shumë më i mirë Ramazan, shkaku e ka taku Xhibrili shpesh. Subhanallah, sa njeriu me pas shoqënit mirë, sa mirë kana. El mar'u ala dini khalili, falyanzur el mar'u man yukhalilu. Njeriu është në fejen e shokut vet, andaj le të shikon kanë shoqëran. Sa ka ardhur Xhibrili më shpesh te pejgamberi po përmirësohet. Dhe ka qenë thot për hajr, sikur kur frin era, edhe më shpejt sa ajo era ka qenë me bëj hajr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj vëllezër edhe nga ana tjetër, pasi e përmendëm anën shpirtërore, edhe anën fizike, edhe anët tjera që manifestuese që janë, duhet me pas kujdes. Prej tyre me rujt gojen për bisedave të liga, që nuk është razi Allah subhanahu wa taala. Thot me një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men lam yada qawla zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun
fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Pra ai I cili nuk I le rrejnat, nuk I le këto gjërat e ngjashme kështu, edhe të vepruarit me ta. Pra Allah mos ka nevojë mo ti ta gjërash. Në ta lën, më thonë me ushqim me pije. Sa më thonë për këtu nën kuptojmë se agjerimi s'qen ka veç me nejtunt. Veshuri nuk qen ka agjerimi. Agjerimi është ibadet. Edhe kemi me nejt të rritur deri në iftar, po edhe me gjëra tjera të agjerojmë edhe me gjëra tjera. Të kemi moralin më të mirë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam es-siyamu junne. Ta dini se agjerimi është mbrojtje. Çka mbrojtje? Mbron agjerimi ka me dal agjerimi, ai që ka agjeru, ka me dal agjerimi ditë kiameti ja rab që ki më ka praktikuar, që ki ka mbroje prej zjarrit të xhenemit. Andaj thot fela yerfuth wala yajhal. Mos ban gjanat që si kanë hije besimtarët. Mos ban, më thënë, kundërvajtje që Allah subhanahu wa taala zemrohet me ata. E thot wa in amrun qatalahu aw shatamahu falyakul inni saim marratayn. Thot pra nëse dikush edhe të provokon, ta lëshon një fyrje, ti thuj unë jam agjerush. Unë jam agjerushëm, edhe agjeroj unë, po edhe nuk e ngriti dorën, edhe dora ime agjeron. Unë agjeroj barku im, ama edhe dora ime agjeron. Edhe goja ime s'ta kthej ti me çka po fol ti, s'ta kthej sa u agjeru gjuha ime. Kështu do të thonë kërkohet agjerimi ideal të besimtarit. Edhe për në fund vëllezër, ta përmbyllim, në Kur'an e vërejmë ajetet e agjerimit kur vinë, përmendja atyre, dispozita, se Kur'ani ka zbrit në muajin e Ramazanit, në fund vërejmë diçka. Na duket se Allah ka dalë prej temës agjerimit, po jo. Ajo është lutja. Ajo është lutja. Allah subhanahu wa taala pasi I mbaron ajetet e agjerimit, me çka, domethënë, I këshillon besimtarët. I thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Wa idha salaka ibadi anni fa inni qarib." O pejgamberi, me të pyet robërit e mi për mua, thuaj se unë jam afër me diturinë e tij. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an, unë do t'i përgjigjem ai kur më lutet. Pse ka lidh Allah subhanahu wa taala lutjen me agjerimin? Para mendo ti duke agjeru, duke bërë këtë ibadet edhe I lutesh Allah. Unë veç kështu të ta marr një krahasim sa pëlqet më e qartë, edhe pse mendoj jam I sigurt se e keni të qartë, po vetëm pak sikur Ibrahimi që ka kërkuar prej Allahut të shesirin gjallë të vdekur. Shikoni vëllezër, përpara kemi pa shpesh në një vend kur kanë punu dikun, e rrogat I kanë pas të ulta, kanë pas rrogat mirit. Çka kanë bërë ata për këtë dëshirë? Si janë kanë të kënaqur? Urijes para, pse grev urijes, po ha buk, çka derisa të më plotësosh dëshirat. Pse ti duket ki që s'po ha buk, ti duket ma gjunati. Edhe ai ka marrë gjuna dhe ai para mendoni ti agjerus para Allahut. Ibadet, jo kështu grev urije, ibadet ban. Ibadet, agjerimin se kena na grev. Agjerimin e kena ibadet. Agjerojmë me plot sinqeritet, me plot kënaqësi. E para mendoni ti në çast gjendje I lutesh Allahut. Allah subhanahu wa taala thot: "Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an." Unë do t'i përgjigjem lutësit kur më lutet. Mirë po Allah kërkon dy gjëra prej neve. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ata le të kërkojnë prej meje, le të kërkojnë që t'ia pranoj atë lutje, mirë edhe të jenë të bindur. Se s'ka Allah të më thon dikush ai mos ja prano atë lutje, nuk ka. S'ni del kurkush Allah. S'ka mes Allah dhe ai që lutet, s'ka pengesë. Edhe për këtë shkak thotë falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ne të kërkojmë prej meje që unë t'ia pranoj ato lutjet, edhe le të jenë me bindje, me iman, me bindje se unë jam të ndigjuar kur lutën ata, kur po lutën ata. E kështu do të jenë të udhëzuar. Elusim Allah subhanahu wa taala na I pranon agjerimin, na I pranon ibadetet, kontributet të gjitha që I bëjmë këtë muaj. Na mëson Allah subhanahu wa taala të dalim në fund të muajit me shumë sevape, me mëkate të falura, edhe inshallah emrat e tonë të gjindet e regjistri që Allah I ka liru prej zjarrit xhenemit. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin
wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.